Sa qëndrove në Spaç? Në 28 janar unë u lirova sepse bashkë me të birën e një këngëtare nga Durrësi, ai ishte 14 vjeç klas 8, ne u lirum se na u ndru dënimi nga burg në riedukim nëpërmjet punës. 14 vjeç e kishin futur në burg? Po, sepse vllai i tij nga 16-17 vjeç kishte ikë me 2 korrikun. Po edhe? Dhe CIA amerikane me ndërmjetësinë e shërbimit sekret italian kishte rekrutuar vllain spion, 17-18 vjeç, s'duhet ishte 18 vjeç. Shazia Dollaku quhej kjo këngëtarja, dhe vllai kishte çu pako këtij dhe kishte rekrutuar spion të CIA-s klas 8. 14 vjeç e kanë çuar në Spaç? Po, 14 vjeç ishte dhe një Sajmir Visha nga spitali, po më duket se ke 3 çezmat, është një zonë në spital Durrësit, edhe ai ishte 14 vjeç. Edhe atë sepse e kishin spionu këto komshit, domethënë që ky ka qenë demonstrant, i ka gjujt me gur policëve. Ka mundësi që edhe ti ke gjujt me gur policëve. Po më të ketë gjujt, po 14 vjeç ta çosh në Spaç, në burgun të klasës të Shqipërisë. Paktën Sajmiri nuk ishte spion i CIA-s, kurse ky i Shazia Dollakut, çuni i Shazies ishte spion i CIA-s. E kishte rekrutuar vllai, por kishte hyrë ndërmjetës shërbimi sekret italian. Jo, për këtë mosh jam i habitur. Nuk jam i habitur për marrëzinë e sistemit. Kisha dhe nga Elbasani, 14-15 vjeçar, kisha nga Elbasani, sepse ne kishim edhe demonstrataxhi të Elbasanit në Spaç. Kurse ato të Shkodrës nga që ishin më të rrezikshëm se ne Durrësit i kishin çuar burgun e Burrelit. Sepse tanket amerikane kur zbarkonin ne kishin më vështirë me shku deri në burg të Burrelit, prandaj. Me këtë CV që i bëre vetes në momentin e ndryshimit të sistemit, a hyre në Partinë Demokratike, tentove karrierën politike? Jo, s'kam tentuar karrierën politike. Thjesht para se të vinte PD-ja në pushtet, para se të bonte ministër kjo qeveria e koalicionit, qeveria e stabilitetit Kenzo Ruli, unë u ktheva në dogan sepse më ndihmoi International Society for Human Rights e Frankfurtit, një OJQ, Ramizi kishte shumë frikë, u bë një sherr shumë i madh se do shkonte Neritan Ceka bashkë me Ramizin të firmoste hyrjen e Shqipërisë në KSBE, atëherë quhej KSBE. Mirë, po nga pikat ishin nga lirimi Fatos Lubonjës nga burgu, se ishin këto të terrorit, këto më të rrezikshmet, e deri ke kthimi im në punë. Domethënë ishin një 20 pika që Ramizi i plotsoi shpejt se i donte që të shiste mend që shikore se un jam demokrat, un jam i përmirësuar, ose jam komunist reformator, sa ashtu e quhet vetë. Gorbaçov. Gorbaçovi Ballkanit, po.